Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takojmë sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për një temë e cila është mjaft me rëndësi për shëndetin e njerëzit. Do të diskutojmë për hipertensionit, format e saj, komplikimet dhe shumë gjëra të tjera lidhur me të. E për këtë do të diskutojmë me doktoresh Merit Rahmani. Doktoresh, falënderoj që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Është kënaqësi me qenë prezente këtu me ju, patjetër me jep këshilla dhe me informu publikun për një temë të rëndësishme siç është hipertensioni. Doktoresh, duke ditur që shumë prej qytetarëve kanë ankesa për hipertensionin, a mund të na tregosh fillimisht se çfarë është hipertensioni dhe nga vija ajo? Atëherë, hipertensioni është një patologji, është një gjendje patologjike në fakt, e cila prek një numër të madh të njerëzve. Në literaturë lexon diku 1/3 e popullsisë preket nga hipertensioni. Kur flasim për hipertensionin, gjithmonë flasim për shtypjen e gjakut, e cila në kushte normale varion diku 120 me 80, domethënë është një mesatare e artë. Mirëpo kur flasim për pjesën hipertensive, në parametrat e 140 me 90 është ajo vija e kuqe që shënon dhe çdo gjë që është mbi këtë nivel të shtypjes së gjakut, atëherë mund të llogaritet si hipertension. Po, doktoresh, si bëhet ndarja e hipertensionit sekondar dhe cilat janë format e hipertensionit? Atëherë, hipertensioni si patologji është multifaktoriale. Mirëpo ne i kemi ndarë në dy grupe të mëdha, në hipertensionin apo gjendjen hipertensive e cila nuk dihet ende shkaktari. Ne i di mekanizmat që mundën me qenë neurogjen dhe humoral. Kur flasim për pjesën humorale është renin, angiotenzin, aldosteron, ndërsa për pjesën neurogjene e kemi faktorët apo baroreceptorët që rregullojnë shtypjen. Mirëpo kur nuk kemi ndonjë shkak tipik që mundet me shkaktu, atëherë flasim për hipertensionin esencial apo primar. Ndërsa kur flasim për ndonjë shkaktar ose ndonjë simptom, siç mundën me qenë për shembull problemet me veshka, me zemër, me pjesën endokrine e tjera, atëherë flasim për hipertensionin sekondar, simptomatik, pra që vjen nga simptomat. Ju e po të pyetjen për pjesën sekondar, pra për hipertensionin sekondar, atëherë janë 4 ndarje. Faktikisht e kemi renovaskular, që prek veshkën, kryesisht parenkimin e veshkës, mirëpo edhe enët e gjakut. Pastaj kemi endokrin, që fshihet mbrapa pjesës hormonale, siç e kemi smundjen e Cushingut, apo e kemi gjandrat mbiveshkore, pastaj kemi personat diabetik. E kemi pjesën neurogjene që kryesisht bëhet fjalë për simptomat që mundën me pas prapavi psikologjike dhe pastaj reflektohen në pjesën somatike apo në atë trupore, dhe në këtë rast e kemi edhe shfaqjen e hipertensionit si pjesë përcjellëse dhe kardiovaskulare, pra problemet që shoqërohen me zemër, që zakonisht janë valvulat e aortës, regurgitimi, apo edhe valvulat e zemrës dhe aorta, në këtë rast, të cilat mundën me sjellë shqetësime apo mundën me na jep si pasojë hipertensionin si natyrë patologjike. Tek cila hipertension, domethënë tek to që i ndave, kanë më shumë probleme qytetarët tanë? Atëherë, në parim, tek pacientët të cilët zakonisht vijnë, është e rëndësishme mas pari që mu merrni anamnezë, sepse kur thamë është multifaktoriale, është një rreth vicioz. Çrregullimet e zemrës, hipertensioni, pastaj kemi qarkullimi i gjakut përmes enëve të gjakut që mundet me na sjellë dëmtime edhe në organe tjera. Këtë rast për shembull e prek veshkën apo edhe zemrën. Tek pjesa hipertensionit, ndjeshmëria më e madhe është tek arteriet koronare, që janë arteriet e zemrës, dhe ato cerebrale, që janë arteriet e trurit. Këto kanë një ndjeshmëri, sepse kur flasim për një hipertension që mundet me qenë serioz, ose një hipertension i cili është kronik, që nuk është i trajtuar ose nuk është i mirë mbajtur, ndjeshmëria atyre bën që më na sjell pasoja, patologji, sëmundje, po mund të themi edhe rrezikshmërinë për jetë. Po, cilat janë ato komplikimet e hipertensionit? Atëherë, komplikimet më të mëdha të hipertensionit, pacientët të cilët vinë edhe kontrollohen, ne i kërkojmë që ta bëjmë as parë një pasqyrë gjakut, mirë po pse jo edhe kontrolla edhe tek kolegët internist. Pasoja më e madhe është ateroskleroza. Dikon në literaturë lexon që 60% e pacientëve vujnë nga ateroskleroza. Çfarë në fakt është ateroskleroza? Është tërësimi i yndyrës i cili bëhet tek enët e gjakut. Dhe momentin kur pacienti ka vetë një bllokim të tillë tek enët e gjakut dhe vun nga hipertensioni, rrezikshmëria
dëshmëria për me marrë një patologji apo me pas dame organin në cilën domethënë gjendet e e gjakut në përgjithësi organizmi janë shumë të mëdha. Dhe në këtë rast mund të flasim për emboli, për tromboza, për ishemi cerebrale, ishemi intermitente pa këtë rast pa prezencën qoftë të embolisë apo të trombozës dhe gjithashtu ndryshimet qoftë në parankimin e veshkës, në ndryshimet në strukturën e zemrës, hipertrofit, ndryshimet në qarkullimin e gjakut në përgjithësi. Të ndalemi pak edhe te gratë shtatzëna që prikën edhe nga hipertensioni. Sa është i rrezikshëm hipertensioni tek ato gra? Faktikisht, kur flasim për hipertensionin, janë disa grupe, jo vetëm gratë shtatzëna, po flas për tipet edhe format, pastaj ndalim edhe tek shtatzënat, sepse është një kronologji që lidhet dhe ka ndërlidhje. Kur flasim për format e hipertensionit, e kemi formën e lehtë, mesatare, serioze, që vetëm nga lloji si po i përmendi tregon edhe për seriozitetin në cilin mundet me qenë. Pastaj kemi gratë në menopauzë, që mundet me pas edhe me përjetu hipertensionin, moshat e vjetra, moshat e shtyera, që zakonisht është si natyrë patologjike përcjellse për to, i kemi fëmijët me hipertension arterial dhe në këtë rast gratë shtatzëna. Po ndalemi të këtë rast të gratë shtatzëna. Vajzat e reja të cilat ndonjëherë nuk kanë pasur probleme me hipertension, mund ta përjetojnë një gjatë të tillë, një hipertension në shtatzani, mirë po nuk duhet alarmuar. Pse po them këtë gjë? Momentin kur diagnostifikohet një grua me hipertension gjatë shtatzanisë, duhet që t'i kryej kontrollat e rregullta tek ginekologu, mirë po të ketë një afrimitet në këtë rast kontrollat e rregullta edhe tek mjeku i përgjithshëm, sepse monitorimi, dieta, dalja në natyrë, rregullimi i stilit jetës i minimizon ato pasoja që mundën me qenë në kuadër të hipertensionit gjatë shtatzanisë. Dhe matja e rregullt e tensionit nikosisht na ndikon që edhe pacientja mund të mirë, mi parandalu gjitha efektet anësore, po nikosisht edhe me pas një mirëqenie dhe një shtatzani më të lehtë. Ne si mjek, po flas tash për efektet anësore, pa dashur që mbi friksu shtatzonat të cilat janë me hipertension, mundet me pas ndryshime qoftë tek me ndiku tek fetusin këtë rast që janë duke e bartë, mirë po edhe te vetë nëna, ajo të cilën ne i friksohemi, po them kushtimisht, është eklampsia dhe preeklampsia, dy gjendje mjaft serioze, të cilat mundën me rreziku si jetën e nënës, ashtu edhe jetën e fëmijës. Mirë po unë tash, me qenë se janë masat parandaluese, ekzistojnë barna trajtimi që vendosen gratë varësisht prej gjendjes edhe nivelit të hipertensionit, pra nëse është i lehtë, mesatar apo edhe serioz, vendosen banat adekuate dhe me menaxhim mundet mu largu rreziku si për nënën ashtu edhe për fetusin. Po hipertensioni a shfaqet edhe para shtatzanisë së saj tek vajzat apo vetëm gjatë shtatzanisë? Dëgjom, janë disa patologji që shpesh shfaqen vetëm gjatë shtatzanisë. Jo vetëm hipertensionin, ne kemi edhe diabetin e shtatzanisë. Në këtë rast që gratë të cilat nuk kanë pas asnjëherë diabet, nuk kanë pas probleme me sheqer, mirë po që ndoshta faktor gjenetik, faktor të jashtëm, ende nuk dihet saktë se çfarë mund ta ketë një rol tipik për mu shfaq tek këto gra, mirë po që përjetojnë qoftë hipertensionin, mund ta përjetojnë mirë po edhe diabetin, janë disa patologji, edhe pse po në përgjithësi nuk është si fenomen i rrallë, po zakonisht në shtatzani vujnë nga hipotensioni, që është tensioni i ulët, qoftë edhe nga gjendja e vjelljave të shpeshta që i përjetojnë, ndonjëherë në pjesën e 3 muajve të parë nuk kanë neps për ushqim dhe domethënë bëhet ulja e tensionit. Mirë po te gratë të cilat me të vërtet kanë predispozit për hipertension, menaxhohet, janë banat adekuate, nuk duhet që të mirret me atë stresin se patjetër do të ndodhë diçka e keqe, sepse edhe pjesa psikologjike lën një rol jashtëzakonisht shumë të madh. Kemi dëgjuar edhe raste doktoresh kur për shembull dikush që ka hipertension i tregon se çfarë trajtimi do të merr edhe ai person paraprakisht. A është kjo një mënyrë e duhur apo jo? Metoda e kujdesisë. Po, metoda e kujdesisë. Atëherë, unë sot ne duhet jemi të lumtur sepse për me shku te mjeku është shumë lehtë. Ekzistojnë domethënë ambulantat, vazhdimisht janë duke dalë gjenerata të mjekëve të rinj, domethënë
Kosova vetë se njihet për nivelin e madh të personave që janë duke studiu mjekësi në infermierin dhe dek të tjera. Prandaj unë them, miku më i mirë që mundet me pas një person është mjeku i rregullt i cili e din sakt gjendjen dhe përcjell gjendjen e juaj. Dhe uroj që si mesazh të shkoj tek gjithë personat që mjekun familjar ta vizitojnë jo vetëm kur janë smut, mirë po edhe në mënyrë prevenive, sepse krahas unë si mjeke e përgjithshme flas në këtë rast si shtyllë kryesore e kam parandalimin e sëmundjeve, këshillimin e pacientëve, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndalim patologjitë që mundën me rreziku popullatën. Dhe dukuria, pse dikush po e përdor një barë të caktuar ta përdori edhe unë, është një dukuri shumë negative që nuk duhet ndodhë. Sa keq ndikon kjo? Patjetër që ndodh keq. Kur flasim për mënyrën se si ne i diagnostifikojmë ose kur ne vendosim hipertensionin si diagnozë tek pacienti, unë paraprakisht personalisht ju them ta bëjnë ditarin e hipertensionit. Çfarë mundet me qenë ditari i hipertensionit? Unë ju them pacientëve, të lutem nëse ke mundësi, qoftë eja tek unë, mirë po, ose tek dikush që din ta matë tensionin, sepse nuk është një filozofi shumë e madhe, që e din sakt ta matë hipertensionin, ta matë disa herë brenda ditës. Po supozojmë, mi zgjumë mëngjes, e masim tensionin, kemi ngrënë mëngjes, mas 2 orëve ose pas ushqimit e masim hipertensionin. Dikun 4 herë brenda ditës me mba tensionin, e shënoni në një letër. Dhe brenda javës, ato vlera të cilat i ka marrë pacienti, i sjell tek mjeku i përgjithshëm dhe me ato vlera vendoset në qoftë se pacienti vuan nga hipertensioni, në qoftë se hipertensioni është i lehtë, mesatar apo edhe serioz. Domethënë në këtë mënyrë edhe mund ta diagnostifikojmë fillimisht, ta trajtojmë, ta parandalojmë, ta mjekojmë. Kjo është mënyra se si vjen te një pacient për me u vendos diagnoza dhe mjekimi. Dhe në qoftë se një pacient, po supozojmë, ka abuzuar me ushqimin me kripë dhe ka ndëgjuar se dikush po e merr një banë pepi edhe unë, në mas pari nuk e din qoftë se është alergji që prap nuk jemi mjaftueshëm, shoh që popullata nuk është mjaftueshëm e njoftuar se çfarë efekti negativ mundet me pas reaksionet alergjike, pastaj ndryshimet që mundet me u sjell në organizëm, ndryshimet që mundet me u sjell për shembull tek veshkat, sepse zakonisht e kanë atë funksionin, atë ndjeshmërinë veshkat, dhe në përgjithësi i gjithë organizmi, varet komplet nga patologjitë që mundet ose smundjet që mundet me pas ai pacient. Prandaj mos hezitoni, bisedoni me mjekun e përgjithshëm, me mjekun më të afërt, këshillohuni dhe mundohuni që ti trajtoni smundjet në mënyrë profesionale, sepse mundet me ju sjell probleme serioze, qoftë edhe një banë e vetme. Doktoresh, po kemi dëgjuar edhe rastet kur hajnë më shumë krip apo më shumë sheqer. Sa është e dëmshme kjo për shëndetin? Kjo është pjesa e këshillimit që unë zakonisht ju prezantoj pacientëve të mi, luan një rol dieta shumë në pjesën e patologjisë së hipertensionit. Unë ju them pacientëve të mi, kripa është armiku juaj. Pavarësisht sa shumë i shijon gjellës, momentin kur flasim për një nivel të lartë të kripës, gjithmonë ka me pas organizmi dëmtime. Kripa, pastaj kemi yndyrnat, brumrat, gjitha këto e rëndojnë organizmin, ndikojnë që edhe të rritet niveli i yndyrës, mandej kur të rritet niveli i yndyrës, po na rritet edhe hipertensioni. Unë i shoh shpesh pacientat e mi të cilët vinë ndonjëherë edhe si raste urgjente, flas për kriza hipertensive ndoshta që nuk ju ulet tensioni, qoftë nga medikamentet që ne ju japim, vetëm pse kanë ngrënë ushqime që kanë pas shumë krip. Po supozojmë kanë ngrënë qoftë mishterun, i cili ka qenë shumë i kriposur, ose ushqime gjellra të cilat kanë pas një nivel të lartë të kripës dhe kanë ndikuar që i gjithë organizmi me përjetu një lloj gjendje stresogjene, e cila është patjetër është përcjellë edhe me hipertension. Prandaj dieta, ju lutem, keni kujdes në ushqimet, sidomos për moshat e shtyera, nuk funksionojnë, po flas për moshat cilat janë gjenerate tretë pak më të vjetra, sepse organizmi fillon ta humbë dhe atë efikasitetin e tij, mënyrën se si i përpunon qoftë ushqimet apo edhe kripën, qoftë edhe yndyrnat, prandaj të kenë kujdes me ushqime më të lehta, truhen natën vonë, mos të hajnë ushqime të rënda, sa më shumë pemë, sa më shumë perime, po mbi të gjitha të pinë sa më shumë ujë. Uji nuk e zaventson asgjë. Domethënë, qoftë langjët, aq më pak pijet energjike që unë nuk ja u rekomandoj as të rinjve, po mirë po as njerëz nga mosha të cilat mundën me ekzistu, sepse me të vërtetë kanë ndikim negativ. Po doktoresh, kemi edhe ata persona pra që po thu që
ndikon shumë edhe ushqimi natën vonë. Si t'ja bëjnë ata? Çfarë do i këshilloje? Atëherë, kur flasim për ushqimin, është dietat cilat një person e njeh organizmin e vet. Po flas për dietat të cilat mundën me qenë shumë atrana, ushqime shumë atrana. Sidomos kur flasim për darkën, gjithçka që duhet është një ushqim shumë i lehtë, larg yndyrës, larg brumrave, larg piteve, larg gjanave të cilat me të vërtetë kanë vështirë që të tretën natën, sepse tek ne zakonisht kur hajnë ushqimin natën, mbrëmje, sigurohet që pastaj me jep një krim gjumë të flejnë pak. Edhe që kjo është halama e dëmshme. Unë ju them pacientëve të mi, kur të bjen, domethënë kur bëhet pjesa e darkës, filloni pak ecni, dini pak, shëtituni, është koha pak më e flatshme, tash është edhe vera, edhe ndikon në qarkullimin e gjakut, edhe ndikon në tretjen e ushqimit, edhe ndikon në pjesën psikologjike, dhe largojuni ushqimeve të cilat janë trona, mishit, brumra të cilat vetëm i cekën. Doktoresh, tek trajtimi i hipertensionit, do më thënë nëse një person ty të ka ardhur në gjendje më të rënduar të hipertensionit, cili ka qenë trajtimi i duhur nëse nuk ju ka ulur hipertensioni? Atëherë, faktikisht pacientët që zakonisht janë kronik, flasim këtë rast për pacientët që kanë një kohë gjatë që përballet me hipertension, mund përjetojnë ndonjë krizë hipertenzive. Kriza hipertenzive është kur ai vetë se ka tentuar në shpepër me ul tensionin, edhe ne kemi filluar me medikamente qoftë intramuskulare apo dhe venoze dhe e shoh që ka problem domethënë në qetësimin apo në uljen e hipertensionit. Ekzistojnë banat, pacientëve të mi zakonisht spaku e marrë një anamnezë, në qoftë se ka ndiku ushqimi, gjendja psikologjike, sepse luan një rol shumë të madh dhe gjendja psikologjike tek pacientët që dinë me qenë pak më nevrik apo e kanë përjetuar edhe një gjendje stresogjene, din me ardha e rritja noradrenalinës dhe fillojnë domethënë të kenë atë gjendjen hipertenzive, vrehen domethënë nga natyra që janë pak më të shqetësuar, por nikosisht mundet me qenë edhe spontane. Domethënë thotë nuk kam bëu kurrë mirë, po që sa jam duke vujt hipertensionin dhe po i kam këto lloj krizash që ndonjëherë po kam vështirësi për mul. Në shumicën e rasteve i trajtojmë ne në ambulant me sukses, monitorohen. Krahas uljes së hipertensionit ne mundohemi që ta bëjmë edhe një analizë krahas anamnezës, për shembull e bëjmë edhe një EKG për me pa edhe mënyrën e punës së zemrës, qofse i kemi ndonjë faktor të mshefur që mundet me na shkaktu këtë hipertension, dhe shumica prej tyre me sukses arrin uljen, qetësimin e tensionit, pastaj i lirojnë që të shkojnë në shtëpi dhe të vazhdojnë terapinë bashkë me këshillat prevenuese. Po, doktoresh, a duhet të ndryshoj rutina e ushqimit tek njerëz që kanë hipertension, ose edhe tek gratë shtatzëna që përmendëm më herët? Në përgjithësi gjithë njerëzit duhet ta kenë një dietë të lehtë ushqimore. Ekzistojnë ato cheat days që ne i themi ndonjëherë kur mundohemi me celebru veten tonë me ushqime pak më të rënda, mirë po që patjetër tek patologjia e hipertensionit dieta luan një rol shumë të madh. Unë e ceka edhe më herët, mirë po e ceku tash për gratë shtatzëna. Zakonisht në 3 mujorin e dytë fillon të kenë atë nepsin dhe dëshirën për ushqime shumë më e madhe ose më e shtuar se në 3 mujorin e parë. Mirë po nikosisht duhet ta dimë që me kalimin e mujve rritet edhe fetusi, pra fillojnë organet që të shtyhen, të zvoglohen, nikosisht edhe lukthi është njëri prej organeve që fillon t'ju ngushtohet ajo hapësira. Mirë po jo vetëm me rritjen e nivelit ushqimeve, gjithmonë është edhe kualiteti i ushqimit. Në këtë rast kur flasim për kripën e tepër, patjetër që ka me provoku. Edhe te gratë shtatzëna, ato krahas stresit, hipertensionit dhe kanë stresin se mos pju dëmtohet edhe fetusi, prandaj gjithmonë ajo shqetësimi është i dyfisht, edhe shoh që edhe nga natyra psikologjike vinë më të stresume që prap ndikon në rritjen e tensionit, domethënë është një rreth vicioz që shkakton një rritje ose një gjendje pak më serioze, po e them, por te gratë të cilat vetë se shohin që krahas hipertensionit kanë endje, për shembull mund me qenë edema, ajo që i përcjell, atëherë fillon domethënë gjanat më marr janë pak më serioze, ku duhet patjetër ta kenë vëmendjen jo vetëm të mjekut të përgjithshëm, mirë po përcjellën edhe nga ginekologu, sepse bëhen analizat adekuate, nëse kanë për shembull edhe daljen e proteinave në urinë, që ndryshe njihet si proteinë uri, për parandalimin e smundjeve që pse ka
edhe më herët, siç është eklampsia apo edhe preeklampsia. Dieta ushqimore në përgjithësi, jo vetëm të shtatzonat me hipertension, po për gjitha shtatzonat, ju lutem keni kujdes sepse e keni një organizmin, jeni të përjetu një gjendje shumë të bukur, por është njëkohësisht edhe delikate dhe ndjeshme. Sa ndihmojnë aktivitetet fizike, qoftë edhe tek njerëz me hipertension, qoftë edhe tek njerëz që kanë edhe tension të ulët? Atëherë, unë fola për aktivitetin fizik të këshillimi sepse ente gjakut e përqojnë gjakun në organizëm dhe me gjak neve na vinë oksigjeni, na vinë materialet ushqyese, gjithë shka që ato organe me funksionu normalisht. Momentin kur neve që kemi ngrënë ushqimet rana, nuk jemi duke u kujdes dhe jemi duke qëndru vetëm në një vend, edhe qarkullimi i gjakut vështirësohet dhe vjen deri tek komplikime të ndryshme, të cilat i ceka më herët. Pse është e rëndësishme ecja? 30 minuta në ditë me ecë është e mjaftueshme që organizmi jonë me pas një qarkullim adekuat të gjakut. Qoftë në aktivizimin e muskujve, qoftë në aktivizimin e ishtrave, qoftë në aktivizimin e secilit organ i që ndikon ose e ka atë përqimin e gjakut, marrjen e gjakut në formën më normale. Pra, shtypja e gjakut është ajo e cila ndikon në organizëm me rregullimin e funksionimit normal të organeve. Dhe në qoftë se një pacient që është me hipertension nuk është duke e trajtu vetën në mënyrë të drejtë, sepse duhet trajtohet në mënyrë të drejtë, pra duhet kemi kujdes në dietë, në aktivitet fizik, në dalje e tjera, ndikon edhe në shfaqjen e patologjive. Pacientët sot e shoh që janë vazhdimisht duke u ngrit vedia, vazhdimisht duke u informu edhe nga rrjetet sociale mirë, po edhe nga mjekët për rëndësinë e ecjes dhe më vjen mirë që spaku pacientët me hipertension që unë i përcjelli, gjithmonë vinë me krenarim, thonë doktoresh sot kom ecë 30 minuta, kom ecë 1 orë, edhe e shoh që edhe ata ndihen psikologjikisht shumë mirë, po edhe kanë përmirësim qoftë në analiza edhe në shëndetin e tyre. Doktoresh, për ata persona që nuk kanë njeri, sa është tensioni më i lartë, sa është domethënë shtypja më e lartë që mund të ekzistojë ose mund ta prek një njeri? Atëherë, po flas për manxhetat të cilat ne i kemi, është 220, ne kemi sistolën edhe diastolën, ajo sistolikja që mundet me shku 220-240. Unë kom pas pacient që më ka arë me 220 tension, 220 me 120, domethënë ky ka qenë ajo një shtypje që unë personalisht kom pas rastin me e trajtu, por që varet pak nga faktor që kanë arrit me shkaktu këtë gjendje. Sepse nuk mundet me qenë vetëm pjesa psikologjike. Këta persona për shembull që më ka ardhur më pacienti me 240 ndoshta me 120 e ka pas edhe një numër të madh patologjive, ka pas ndryshime në EKG, ndryshime vetë në anamnezë, ndryshime të aortës, domethënë çrregullime sëmundje të aortës, ka pas edhe persona diabetik që gjithashtu i përcillet hipertensioni. Domethënë ekziston një numër i patologjive që mundën me ardhur deri tek një nivel kaq i lartë i tensionit. Ndërsa sa herë e cek edhe sa herë mundet mu mat shtypja e gjakut në fillim, po është e tepruar nëse matet se shtojnë prenton hajtë edhe 5 minuta ose 10 minuta, sa është kjo rrezikshme? Unë thash, kur bët ditari hipertensionit mjafton dikun 4-5 herë me matë nditje, kjo është për me vendos diagnoza. Mirë, po nuk duhet bët psikologjike. Qofse i shet gjyshrit tonë, kthehemi pak në atë pjesën tradicionale, janë duke qëndru hajt ma tensionin, ose edhe ju ka fillu domethënë mu bo diçka psikologjike, sepse gjithmonë e kanë atë frikën, mos po më rritet tensioni, mos nuk po mundem ta menaxhoj e tjera. Nuk duhet jetë psikologjike. Në qoftë se veç jetë duke marrë tretmanin e duhur, në qoftë se vetëm je diagnostifikuar dhe i rengati edhe me dietë, edhe me barna, mirë po edhe me aktivitet fizik, nuk ka arsye për me u bo psikologjike për me marrë vazhdimisht tensionin. Po te pacientët të cilët e kanë hipertensionin si patologji që është pak më serioze, është mirë të marrë disa herë brenda ditës në mënyrë që të evidentohet rastet kur ka hipertension. Mirë po pacientët e dinë edhe kur e kanë tensionin e lartë, po flas sepse thonë, doktoresh ka fillu me më dhimbje mbrapa kokës. Edhe si të më dhem mbrapa kokës, unë e di saktë që mu ka rritë tensioni dhe ju marrë me mua. Domethënë janë familiarizuar me ato simptomat e hipertensionit dhe vinë i shprehen shqetësimet e tyre
në mënyrë që t'ju japim ndjekim. Doktore, ishte falenderoj edhe njëherë për krejt këto këshillat dhe informacioni që i dhe për shikuesit tanë. Për mu ishte kënaqësi, uroj që këto këshilla me të vërtet t'jenë të vlefshme dhe uroj që sa më pak të kemi patologji ose dëmtime nga hipertensioni. Uroj që t'i ndjekun këshillat tona dhe të kanë një jetë të shëndetshme. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.